Ky mesazh ka ardhur, më me thonë, para një 20-30 minuta. Përshëndetje Niti, sot rreth orës 2 një këmbi bus me tabelat e Beogradit ka qenë në fshatin Mogill në Klokot. Edhe ka bo disa video me kamerë, edhe kur e kum po dronin, atë moment kum fillu me vrapu. Ata ekën, i kum lajmru policin, tanaj nuk e di qka është bo. Njëherë e lajmrova policin e Gjilanit, më lidhi direkt me policin e Klokotit. Aj polici ke serb, se dalova prej të folirit. Manali kur i tregova. Pastaj prap thira në Gjilan. Ata tanaj më lidhen me një shqiptar polic, Klokot, tana fola me ta. Aj polici shqiptari ka thonë që me njëherë pe nisën patrullën edhe pe bin. Po qka të bën me dyshue që kur ju ka lajmrua aj polici serbe dhe ka morë ves situatën, ja ka nalë. Pra, kë ka qenë aj kerrit që kë që më ka shkru e ma ka kalzu rasin, dhe më thonë me qëtë kerë, janë konë ata personat që kanë bo videa. Të diqka mënët me pas, kështu që i kisha aftu organet e rendit më mirë me këtë pjesë, sepse nuk është hajgari kësë ku me di që ka mujt, ose pse u bo ajo video që janë ardhë këtu në Kosovë, do me thonë me këto tabela. Edhe pse kërkushi nuk jam në këtë pjetë, po kur bëhet fjallë Kosovë është tjetër sen. E prandaj bëj thirrje organeve të rendit më mirë me këtë pjesë, sepse mënët mës me konë hajgari, mënët me konë diçka me e madhe.